Ndërçeka, sot 1 milion nga shqiptarët atletikës për kontributin tuaj të dhënë në vitin e sportit atletikës. Besoj që gjithmonë është knatësi kur merr një çmim. Faleminderit Gjergji, dhe kam me të drejtën emocione, sepse janë shumë vite. Unë kam fillu atletikën vitet 60, 61, 62 në Shkodër dhe masanej me ekipin e studentit. Kam fillu me zotni Feti Zdarin trajner dhe i kam kënë në zanës si Rasim Krajës. Kam vrapu në këtë pisën këtu që dikur ka kënë me prunë shumyrit, sot është me tartan. Dhe gëzohem kur shoh tani të gjithë këta fëmijë që me trajnerin Albert Marashin, Bruno Rotanin e Dorian Tafën, japin rezultatet e tyne. Dhe sot në ditën e kujtimit të Vildan Tufit, një shok i jemi i vjetër dhe mik i unë, vjen mirë për këtë vlerësim që e vlerësoj shoqata atletikës Shkodër. Një sport që ka zgjedhur kampion të mëdhenj në vite. Po, unë kam qenë kampion me të rit, në fakt, dhe kam marrë pjesë dhe me ekipin e të rritunve me vllaznin në vitet 62 në kampionatin kombëtar që është zhvilluar në Tiranë. Në shumë shpesh aktiv në rrjetet sociale duke promovuar figurat e sportit, kryesisht, por edhe të tjera të Shkodrës. Shkodra ka qenë krenari për shumë sportistë. Gjergj, dhe si atlet, dhe si dashamirës i sportit, dhe dashamirës dhe juve që bani një gjë shumë bukur për evidentimin e vlerave të sportit, kam dëshirë dhe gjithmonë baj vlerësime dhe kujtoj të njerëzit që kanë lanë emrin në sportin e atletikës dhe në sportet tjera. Pak vite me vllaznin, por besoj që ka qenë emocion i madh kur Ndërçeka ka vesh fanelën e vllaznisë. E kujtoj ato vitet 60-61, ishte vitet e hershme në atë kohë. Ishte tamam emocion. Çfarë vllaznia edhe sot për Ndërçekën? Vllaznia për mua është emblema e Shkodrës, e gjithë njerëzve të mirë shkodran, sepse emri i vllazni është emri i madh. Faleminderit. Faleminderit Gjergji.